Kjo është krejt e qëllimshme. Sa nëse merret bazë, koha dhe periudha, ti duhesh me dënu me çat periudhë. Dhe me atë periudhë maksimum është që një person mund të më dënu maksimum 10 vjet. Dhe tash ti këtu e sheh që periudha për kur po gjykohesh ti me prezantimin e dënimit kur po ta prezanton tash është diçka në disproporcie. Është siklet prokuroria sipas jush? Jo siklet, po nuk din si më arstitutën ato miliardë euro që kanë marrë deri tash për një gjykatë rrethshme, për një gjykatë politike. Këtu është krejt problemi. Këtë problemi, këtu Jack Smithi po akuzohet për ditë atje. Për krima dhe për shitje të identitetit vet. Këtu fondi është duke marrë epilogu. Po vetëm se është i dhëmshëm që na kanë met 6 vjet mbrana qëllimtarët tonë. Kjo është këto një dhimbje. Është dhimbje për ju. Për mua është dhimbje se ata kanë kontribuar shumë për këtë vend. Kanë sakrifikuar shumë për këtë vend. Kanë mbet pa hongër, pa pi shpesh herë malë, bashkë me familjarët mi, kam rrëfime, inqizime, kur kanë mbetur të bllokuar në shumë zona malore për me hyrë në Kosovë me sjellë armatime me luftu Serbinë. Dhe sot ti me ton atë kontribut, me ton atë mund, me mbeti mbyllur dhe me pas 260 idiota dëshmitar, ma ka prej lopën, s'ma ka prej lopën, ma kanë marrë millin magje pa në vetë, ma ka bo. Ka pas tatit edhe një që ka thënë se kishin xhelozi ndaj meje se unë vishesha më bukur se ata. Do thonë deri këtë nivel. Po tash ata trupi gjykus ka liu të administroj. Tash po do me dënuan, na shim thoshim pse pas ka vesh ai busi kravat në atë vakt, tash imi s'ka pas kravat, ha? Këta janë psikopata, bre. Këta janë krejt legendat shitën të Serbia. Po shku aty me thonë që unë jam vesh më mirë sa shim thonë që sa parë u desh me abo i ke marrën për me shku me dhona deklarat. O idiot. Sa parë i ke marrë. Por që ta pas kanë xhelozu, Hashim thotë që kadria. Këtu gjithë çka shihet që këta janë më idiota se idiotat. Se këta me qenë të mirë ishin dalë, kishin bo dëshmi kundër Miloševićit kur është desht. Koha. Sa ishte i Kaçanikut, unë vetë në atë zonë Kaçanik, kur na kanë dalë trenin, të shku për Shkup. Aty kom pa edhe gratë dënume në buzë lumit, kur na kanë zbrit, me hecë kam. Kom pa gratë dënume, të masakrune, njerëz vrom, që shpesh herë mbjen men, nuk e harroj ato kujtime. Asnjëherë se janë. Asnjëherë s'u harroj ato. Dhe sot kur është dhe na kanë detyruar me hecë në përshinat hekurit nga 2 vjet. Kur është rrëfim të prokurorisë. Dhe le rrëfimin, po kur është lop të gjalla venit tem, që shkojnë edhe thonë ma ka marrë lopën. Del thotë një vesh ma bukur, me çat dëshmi ti po donë më shku aty me komandantin tem me një llosa. Me çka? Me çat do dëshmia? Ti po donë më shku me ma rëndu plagën tem, që kam plagë edhe në trup të mijat, që kam marrë gjatë kohës luftës. Po shokosh, kurezi, po shpërthen. Po kam qenë 10 vjeçar, kur ma kanë çon kokën me kontakt Kalashnikovit në Komoran. Pse ishin duke shku në Malishev? Sa ta dinin mirë ku ishin, po s'kishin mujt me na kap. Dhe kur u kthy me maltretu natë shumë, sa që ma çajtën kokën me Kalashnikov, dhe nuk e nxjerrën mos jamër se ku ishin. Se na e kishin pas shpionin mbrana aty, në takim. Ta shka me thonë ty? Por qëta me shku mu dënu në shlirimtarë tonë që na kanë si lirin neve, po kjo është marri. Kjo është idiotësi, po këta janë ma idiota se prokurorët. Këta janë ma të fletë se vetë regjimi sërbë.